ç'është kjo fjalë? Nga mbërriti tek unë, si ka dalë? Me sigurt. Kthehem te natyra mbërri, qëndroj, dua ta gjykoj, prap tërhiqem, kaq i fuqishëm dhe i dobët, një herësh njeri. Pika, 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 vazhdon poema, pastaj. Përse ikni prej meje krijesa reale, jetoj një jetë sendesh gjithmonë të paqen, dhe vetëm vetveten e pas kam në dorë. Oh, nuk ka lumturi si kjo, po as pikëllim si ky s'mund të ketë. Përse gjithë kjo dhimbje? Se normalisht jeta internale duhet të ketë dhimbje, po kjo është një poezi e një dhimbje shumë të madhe, deliriumi. Është, dhe këtu do të shpjegojmë që jeta e njeriut ndahet në dy faza. Faza e përjetimit të atyre që i quajnë poezi, përse ikni prej meje krijesa reale, po nuk isha koshente çfarë janë krijesat reale. Krijesat reale dhe njeriu real është i tëri një marrëveshje, është një persona, dhe krijesat reale nuk mbajnë aq thellë, sepse janë në marrëveshje. Të kesh besim në një marrëveshje, qoftë dhe dashurie, se marrëveshje është, sepse do duash një njeri më shumë se tjerë, pse do kujdesesh për një fëmijë më shumë që i ke tëndim dhe do jesh indiferente, kjo është krijesa reale. Ne mbahemi ke kjo, që në fakt është thelbi i mëkatit, por që duke pasur të gjithë, është dhe thelbi i vlerës një herësh. Pra, unë nuk isha këshiente dhe vujtja ime është shumë e thellë, sepse jetoja krijesat reale, këto marrëveshje, jetoja sikur të ishin natyrë. Këto nuk janë natyrë. Gjithë substanca e normës njerëzore është marrëveshje. Natyrisht, kjo marrëveshje tregon një diferencë që ne kemi me natyrën, që duhet ta mbulojmë jo vetëm me liri, por dhe me përgjegjësi. Por vetëm ke Zoti nuk shket njeriu, kurse ke njeriu shket. Dhe kjo është provuar nga gjithë. Nuk ka asnjë që mund të më thotë që nuk ka shka një herë, nuk i ka shka këmba një herë në karakterin e tjetrit. Dhe unë deri në atë periudhë që kam shkruajtur librin Delirium, unë jetoja gjithë substancat e mia sikur të ishin natyrë, Për shembull, të dhem syu, të dhem, po mund të më dhimbte nderi sikur më dhem syu, duke kujtuar që kjo është një substancë natyrale ke njeriu, sepse ashtu shkruhet në shpirt. Më vonë, nga 2017, mbas shumë studimesh, prandaj po ju them që për akademizmin ka lloj lloqesh, po ai që studion me kujdes dhe ka instruktora shumë të mirë për gjetur autorët më të mirë, ai përfiton. Dhe në 2017 kam shkruar libri i lumturisë. Të gjithë mos ulën çfarë është ky titull, sepse lumturia presupozohet si diçka mediokre, sepse ti ke gjetë dashurinë, ke gjetë një person, ke gjetë ndoshta dhe Zotin, po prapë lumturia është ka marrë nocionin e një budallalliku. Po ke unë ishte diçka komplet tjetër. Libri i lumturisë ishte që unë kuptova që të gjitha këto aspekte, siç janë humbjet, fitoret, suksesi e gjitha, janë formale, janë substanca formale që ka krijuar njeriu për të organizuar jetën e vet sociale dhe private, por nuk janë natyrë, nuk janë të përjetshme. Natyra vazhdon, ka sensin e vet në natyrë, kurse sensi social her pas here përson atë rënjen, decline, me arsye ose pa arsye. Beson tek liria, që është një koncept absurd, nuk beson tek vazhdimësia. Shkatron strukturat e veta shoqërore, duke kujtuar se me fitoren do dali në bregun e asaj që dëshiron. Por Napoleon Bonaparte do mbahet mend se me gjithë shkatrimet që bëri me pushtimet, bashkoi Francën e vjetër me Francën e re. Dhe është vetëm Franca që nuk beson revolucionin francez. Le të kthehemi prap tek poezitë e librit të lumturisë. E kuptova që unë isha mbajtur ke diçka që s'të mban, që janë marrëveshjet, që janë normat të cilat varen nga njeriu, nuk varen nga Zoti. Nuk isha mbajtur në Zot, nuk isha mbajtur në frym, nuk isha mbajtur në energjinë, nuk isha mbajtur në atë që bota pozitive dhe bota negative janë një ndarje që bëhet nga forca, jo nga një drejtësi që është e përjetshme, është vitale, është e shëndetshme. Forca e cakton, do thoni ju, je kundra kësaj. Nuk jam, ka që është fuqia, puissance, dhe ne duhet vazhdojmë me këtë. Kështu që në librin e lumturisë unë kam shkruar shumë poezi për veten, por edhe për disa gjëra të ngatërrume
siç janë elementet e latencit që është vonesa, pse për shembull në Shqipëri kemi vonesë në kuptimin e lirisë individuale, pse besojmë ke shoqënia, ke familja, a janë këto njerëzore apo jo? Gjithçka është njerëzore nëse beson, e kultivon dhe e dashuron me kujdes, dhe i ndihmon grupit apo njeriut për të ecur përpara, Por po prap në kontrast me këtë, kur grupe të tjera ose kategori të tjera njerëzore nuk i kanë ato mundësi që ka grupimi jot, dhe dashuri që merr grupimi jot, krijohet një lloj relacioni i dyshimt, ambig, që ti je mirë, ai është keq, që ti ecën përpara, ai nuk ecën përpara. Dhe këtë karrem e shfrytëzoi shumë bukur Marksi duke polarizuar shoqërinë, duke kriju klasa që në të vërtetë nuk ekzistojnë, se në kapitalizëm e nis nga zero dhe mund dalësh ke një numër me shumë zero mbrapa. Dhe kjo është një luftë internale për t'i marrë përparësinë dhe hapësirën tjetrit.